Çdo fjalë e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, çdo udhëzim i tij, çdo miratim i tij, çdo mosmiratim i tij, çdo buzëqeshje e tij është ligj për muslimanin. Nga se Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula." Bindjuni Allahut dhe bindjuni Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të dërguarit të Allahut. Andaj çdo hadith që e dëgjojmë se Muhamedi alayhi salatu wassalam e ka miratu, e ka thanë, e ka buzëqesh, e ka përshëndet, apo nga ana tjetër ka thonë jo, apo ka thonë nuk e pëlqej, apo se miratoj, apo ka thonë kjo është e xahiletit. Këto janë për neve krejt ligjen nga Muhamedi alayhi salatu wassalam, të cilat duhet t'i marrim në konsiderat të lartë, nga se imani jon është i kushzuar me bindje ndaj Muhamedit alayhi salatu wassalam në fjalën e shahadetit "Ashhadu anna Muhammeden Rasulullah". Dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i Allahut. E nëse nuk e dëgjon të dërguarin, ti nuk e ke dëgjuar as dërguesin, i cili është Allahu subhanahu wa taala. Andaj kur marrim fjalë nga Muhamedi alayhi salatu wassalam, ne në realitet e mësojmë ligjin e fesë, e mësojmë islamin Allahu subhanahu wa taala. Në kapitullin e radhës, Imam Buhariu na ka sjell disa prej gjërave të cilat Muhamedi alayhi salatu wassalam i vepronte duke i marr nga edhe ignoranca e lashtë. Nga se Muhamedi alayhi salatu wassalam ka ardhur për t'i plotësuar virtytet, e jo për t'i nis ato prej fillimit. Nga se Allahu në bazë njerëzit i krijon me natyrë të pastër. Njerëzit vinë në këtë botë me natyrat pastërta, e pastaj devijimet dhe lajthitjet i marrin në këtë dunja, e jo që ata vinë të lajthitur. Mu për këtë arsye tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se unë kam dëshmuar një marrëveshje, një beslidhje me axhallarët e mi, me babgjyshat e mi, të cilët kanë marrë pjesë në një beslidhje me arabët, që t'ja zgjasim dorën viktimës dhe atij i cili është bën zullum, dhe dalim kundër zullumçarit këtë komplet. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i kemi fut durt në parfum dhe e kemi zgjat dorën e lidhjes dhe besën, për çfarë? Që krejt arabët t'i përmbahen kësajna. Kjo sa i përket xhahiletit, kish me met një xhahilet, mos më çan se e ka thënë këta në Islam. Po këta e ka thënë Islam. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, me mthir tash prap i përgjigjem. Që i bie të ndëruar vëzë çfarë? Se çdo e mirë, çdo karakter i mirë, çdo punë e hajrit, e cila vjen nga ana Allahu subhanahu wa taala, e miratume, apo Allahu subhanahu wa taala e ka kriju tek njerëzit, sikur që është trimëria, sikur që është guximi, gjymërllëki, fisnikëria, mbajtja e lidhjeve farafisnore, to këtë janë virtyte të mira. Ka njeri ka mundësi kur për Islam s'ka ni, por i ka këto virtyte. Nëse çiki njeri hin Islam, çka i thuhet? Leje gjymërllëkin, leje mbajtjen e lidhjeve farafisnore? Jo, i thuhet forcoje. Andaj çka tha alayhi salatu wassalam, kush ka një besë të mirë të dhanë xhahilet, në Islam jashtojna veç lidhen alamat fort. Nëse ja ke dhënë dikujt fjalën xhahilet para se me hin Islam, edhe pse na elhamdulillah nisi musliman, lindi musliman, po para se me nis namazin, apo para se me ju përkushtu fejes, nëse ja ke dhënë dikujt fjalën për të mirë, mbaj ata. Mos thuj unë kur e kam dhënë atë llaftin se kam diçka në feja. Jo, ma se ka thonë fjalën e mirë. Muslimani e mban fjalën e vet. A dhe tha Allahu subhanahu wa taala për pejgamberin alayhi salatu wassalam, se njëra nga cilësitë më të fuqishme të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë se gjithmonë e ka mbajtur fjalën pejgamberit alayhi salatu wassalam. Asnjëherë nuk e ka thënë fjalën e vet. Në marrëveshjen e Hudejbes, e kanë shkruajt një pikë. E kanë shkruajt kështu: nëse një jo musliman pi Mekës vjen musliman në Medinë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam obligohet me e kthy, me elan. E nëse një musliman dezerton, bëhet jo musliman, e ka obligim me elan. Çështo ka marrëveshja. Pra një qafir mu po musliman s'e merr. A një musliman runa zot mu po qafir, ti dush me na kthije. Tamam vuloset marrëveshja, tamam i vlohet vulja marrëveshjes, arrin me kuaj dy musliman. Edhe thonë ja Rasulullah, na marr në mbrojtjen tane, se na kena hik pi popullit ton zullumqar. Pejgamberi sa çfarë thot? Nuk jam njeri që e prishi fjalën, që e thaj llafin. Sa po e nënshkrujtëm se nëse vjen musliman dikush pa lejen e familjes vet, dut me e kthije. Ata thanë ja Rasulullah, ku po na lë neve dorën e zullumqarit? Çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Unë nuk jam njeri që e prishi fjalën, çu shto kam dhënë llafin. Apo edhe pse këta tash po duket sikur po i bën zullum. Çka i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Rrini
se nëse jeni të sinqert, Allahu kam ju ndihmue. Nëse jeni të sinqert, Allahu kam ju ndihmu. Nëse për një me keni në Islam, edhe pse tash s'kam mundësi me ju ndihmu, por Allahu kam ju ndihmu nëse për një me keni në Islam. Dhe Ebu Gjendeli dhe Ebu Basirit, dhe se të kishin arë musliman, Allahu ju ka ndihmue. Pse? Sepse kam pas sinceritet. Mirë po shiko fjallën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, s'kam mundësi me ju ndihmue, s'kam mundësi me ju ndihmue, se e kam dhënë fjallën. E kam dhënë fjallën. Pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk e donte dikujt na mi bë zullum. Transmeton në Sahih Muslim nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, duke qenë pejgamberi në Mekë, vjen një njeri për një fisit largët, edhe thot, kam dëgju për ti edhe të kam prit tyje. Thot, dhe e di që je pejgamber, edhe du me të besue, edhe e i beson. Muhammed alayhi salatu wasalam i thot, shko te familja jote, shko te familja jote, se unë këtu jam i dopt, s'jam i fort, s'kam takat me të mbrojt. Andaj shko te familja jote. E kthen pejgamberi te familja vet. Thot, kur ta dëgjosh se kam bë shtet, edhe jam bë i fort, hajde. Në vitin e 7 të hijretit vjen i njëjti njeri te pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pse ja tha këtë fjalë? Se pejgamberi sa nuk e merrte di kanë mbrojtje, s'mund të më dhon mbrojtje. Ishte njeri i fjalës. Çish më thon, hajde, unë vetës jam të mbrojtë, ti kam të mbrojt. Vetës jam të mbrojt. Kur Ebu Xehli e ka re Jasirin, edhe Sumeja dhe i ka vrarë babën edhe nanën të Jasirit, ka kalu pranë tyre pejgamberi selam duke ju kall zemra pitkesit që shqatu ju bo zullum. Ebu Xehli, dy muslimanëve dopt që janë kanë qenë rob, s'ka pas ta ka çka me bë, dhe që ka thënë sabran ala Jasir, sabër o familja Jasirit, sabër, fa inna maw'idukumul janna, se në xhenat keni me pas përfundimin. Çka t'ju boje? Por këtë arsye besimtari është i fjalës, nuk e thot një fjalë që s'mund të më majt. Nuk e thot një fjalë që s'mund të më majt. A dhe ka thënë Imam Ahmedi, ne i dim njerëzit besnik në iman dhe me të përlim me një fakt në basë premtimeve të tëre. Çka ke premtue? Mos premto atë çka s'e ma. Mos i thuj dikujt ka me ta kri punën, aty s'nja krin. Për këtë arsye tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, men kana lahu hilfun fil jahiliya, ai i cili ka një besë të jahiletit, mirë po në kuptimin e mirë të besës, Islami veç forcën ja shton asaj bese. Vetëm forcën ja shton asaj bese. Dhe gjithashtu prej veprave të cilat e kishin forcu Islamin e parë të muslimanët, çfarë ishte? Edhe shtimi i vëllazërisë. Të nderuar xhamat, jetojmë kohë materiali, kohë dinari, kohë euro edhe dollari, ku njerëzit nëse ki një interes je shumë i mirë, i këndshëm, edhe në bisedje i mirë, edhe muhabetit shkon me ta. A ke po? Shkon muhabetit. Mirë po, kjo vëzë nuk o lidhje e sakt, kjo lidhje e kotë. Njerëzit ullën tavolin, ndoshta nuk e do njëri tjetrin, në rrugën e Zot. Dhe thot Imam Dhahebiu, kam dëgjuar nga ulemat se do të vjen një zaman ku njerëzit do të kenë pamje insani me zemra ujqish. Shikojnë njëri kur i përfundon interesi jot. Shikojnë njëri kur ngopët me ti, s'ka më, u ka ushqi me ti qash, s'ka shka me morë më. Apo, të banë khasmin më të madhë, të banë kundërshtarin më të madhë, të pa konsiderat, nuk të merë më as për insan. Dhe kjo çfarë argumenton? Se në zemrat e njerëzve ka zemra ujqi, nuk janë të lidhjet. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam e mirë të një sahabi e ban të vlla me një tjetër. Akha bejnë me Mes'udin wa Zubaira, e bani vlla ibn Mes'udin me Zubairin, i ban të vlezër ensarët me Qurayshët. Por çfarë arsye o vëllezër? Që t'ju thot njerëzve lidhuni për Islam, lidhuni me vllazëri islame. Edhe nëse e ke njoft më herët, rilidh edhe një herë, ban edhe një herë vlla musliman. Innamal mu'minuna ikhwa, veç besimtarët janë vëllezër. Joni thot valla unë kam plot vlla, po ti i ki vlla, po nuk është ajo vllazëri. Muhamedi alayhi salam për tjetër vllazëri ka fol. Muhamedi alayhi salam tjetër koncept vllazërisë ka sjell në Islam. Vllazëria e cila njeriu sakrifikon deri maksimumin për vllahun e vet. Njeriu i cili ushqimin e vet e sheh barabart me tjetrin, sikur që tha Omer Khattabi, pasha Allahin, nëse njëri ka në shtëpinë e vet buk për një njeri, unë e llogariti që ka për dy. Se unë ja çoj edhe një vëlla musliman atina. Nëse ka për dy njerëz, unë e llogariti që ka për katër. Ç'kjo vëllazëria në Islam të cilën pejgamberi alayhi salatu wasalam e kishte shtrije tek muslimanët. Andaj beslidhjet e xahiletit, edhe vllazërit e xahiletit, të cilat kanë pas me ana, ka ardhur Muhamedi sa më i ka forcuar edhe më tepër. Ka ardhur pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe i ka forcuar më tepër. Andaj ne si musliman nuk duhet lidhim lidhje kapitaliste me njerëzit. Lidhje me njerëz të cilat kanë të bëjnë vetëm me interesa, me materiale. Nëse ti ke një biznes për ti, një tregti për ti, një levërdi për ti, na, shumë vllai mirë me çiki. Se kishna njoftë unë.
A kur ta këshish ti thu puni ma atë lavdruki. Kur ta këshish ki, para ditëve biznes ka bo me ta. A shumë vllai mirë ki. Nesër e kaput biznesin, njerë ma të ketë s'ka. Nuk ka kështu në rregull, o. Ka mundësi puni me njëri mira, pavarësisht ai thave ti ajo. Dhe ka mundësi dikush njëri keq, pavarësisht ai thuj mirë ajo, sepse peshorja Zotit jo e jotja. Ti dikun s'ta ban, ajo meselja jote. A dhe vëzëria du të me qenë islame, vëzëria du të me qenë për Allah. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ata njerëz ka duan për Allah, Allahu ja u ndrej çdo karrike të ari dhe argjendit prej margaritarëve, edhe pejgamber kur t'i shohin i lakmojnë. Pse i lakmojnë? Se këto nuk janë dashur për interes. Nuk janë dashur për interes. Dhe shiko te vetja jote, kontrolloje mirë, si thot Abdurrahman al-Muallimi. Thot kur thu ti dikan që e do, kontrolloje mirë për çka e do. Nalu mirë natën, mendoj, për çka e du këtë njeri? Shoshit e krejt të intereset. Nëse se kish pas që ta e kisha dash. Nëse se kish pas që ta e kisha dash. Nëse se kish pas asisan, a e kisha dash. Po këtë asyje të ndërrua dhe zërë, le të bëhemi musliman si shkur në kalip Allahu subhanahu wa ta'ala, e jo sikur që neve na përshtatët levërdia e kësaj bote.